Tensionet në lindjen e mesme janë përshkallëzuar ndjeshëm gjatë orëve të fundit, teksa forcat amerikane dhe izraelite kanë vijuar operacionet kundër objektivave iraniane, ndërsa Teherani është kundër përgjigjur me sulmet raketore në disa pika strategjike të rajonit. Sipas mediave shtetërore iraniane, mbi 40 raketa janë lëshuar vetëm mëngjesin e sotëm nga Korpusi i Gardës së Revolucionit Islamik drejt objektivave që cilësohen si amerikane dhe izraelite. Alarmi u ndje në disa qytete, përfshirë Jeruzalem, Dubai dhe Doha, ku raportohen dëme materiale dhe panik në mesin e popullsisë. Agjencia iraniane Fars News Agency e cilësoi sulmin si pjesë e një vale të re operacionesh hakmarrëse. Nga ana tjetër, Izraeli reagoi me bombardime të reja në territorin e Libanit, duke goditur periferinë jugore të Beirut, zonë e njohur si bastioni i Hezbollahut. Sulme pati edhe pranë pallatit presidencial dhe në qytetin historik të Baalbek, ku sipas autoriteteve lokale humbën jetën të paktën 11 persona. Konflikti ka përfshirë indirekte edhe Europën. Presidenti francez Emmanuel Macron ka urdhëruar dislokimin e aeroplanbajtësve bërthamore Charles de Gaulle në Meze, ndërsa kryeministri britanik Keir Starmer ka dërguar anije luftarake, helikopter dhe avione F-16 për mbrojtjen e Qipros pas një incidenti me drone pranë një baze britanike. Ministri i jashtëm iranianit paralajmëroi se çdo ndërhyrje ushtarake europiane do të konsiderohet akt të lufte. Ndërkohë, pasojat ekonomike kanë nisur të ndihen menjëherë. Bursat europiane kanë regjistruar humbje të mëdha, ndërsa çmimet e energjisë, veçanërisht të gazit dhe naftës, janë rritur në nivele më të larta të viteve të fundit. Sipas raportimeve të The Washington Post, Irani ka goditur edhe një objekt të lidhur me Sian pranë ambasadës amerikane në Arabinë Saudite, duke shkaktuar dëme strukturore. Në përgjigje, SBA ka përdorur mjet ajrore pa pilot për të goditur objektiva iraniane në një përballje që po merr përmasa gjithnjë më të rrezikshme. Me sulme të ndërsjellta dhe përfshirje të aktorëve ndërkombëtar, kriza përshëndrohet në një konflikt të hapur rajonal me pasoja të paparashikueshme për sigurinë dhe ekonominë globale.